Alban, përdu me unal pak edhe të sendviqe, derisa po themi që ushqimin që e mori me veti duhet me qenë ushqim që nuk kontaminohet. Çka ka përmbajtje e sendviqe edhe sa orë mund ta majmë në atë kutin që e marim zyre me veti. Se mund e di që lexon shumë, edhe zakonisht je shumë i sigurt kur e jep një këshill. Pavarësisht që të sqarohemi, nuk është staf shëndetësor, nuk është nutricionist, nuk është dietolog. Këshillat e Albanit janë të përditshme, ushqimet e tij janë prej qefit dhe jo prej asaj të studimeve siç i bën Lena. Kështu që ata që mundeni me marrë me Albanit është receta dhe mënyra e punës. Po, ndoshta nuk është mungesa e Lenës ajo që na bën profesional me këshilla. Unë kisha thonë, unë nuk jam nutricist, nuk jam dietolog, po me staf shëndetësor jam rrit të njëjtën, për shkak që nana është pensionere e shëndetësisë, edhe je informuar. Jo, informimin e kam shumë. Në sens që kanë neve na ka pengu mu të njëjtën, për shembull që kom pas nështë ta ka qenë këshill, është që kjo që na nuk shtina në frigorifer kur gjo pa i la. Okej, shumë e mirë. Tani, qëtu e ku marrë vesh rëndësine shumë sene, ka të rëgonane që për shambull kjo e ka qëto, kjo e ka qëto, qysh rrut ushqimi, qysh bota e, të ta bajt gajlët, të ta pas ves. Je rrit me këshilla. Jëm rrit me këshilla, tani i kom su. Qaj se vici që ka me bo, do me thonë, aj monët me najt, jo ma shumë se, do me thonë, 3-4 orë. Për çka? Nuk është problemi të sendviqi, sa është problemi, do me thonë, të përbërsi, sepse ka vez, ka përshut pulës, unë e marrë një farë kremi që është me majonezë dhe me ajk, edhe do kastraveca turshi kështu ja bluj, që bëj qatë kremi me pak biber, edhe që ajo jep tani që ato, edhe ajo kurrin shumë, edhe është të nxehtë, ajo shkrijën këtë kompletësan, ajo hatë edhe mas 5 ore, po du të me ditë me çka me pështil, do është me pështil njerë me folje të varakut, aluminit, që i thojnë ta, mandra me folje të të dukshme, nëse dëmë për qëndrueshmërinë mi arrit, për shumë kime hongën edhe mos me lona vjetë shumë zeta. Po, edhe jënë do kutia që ta shpërdorën që e merë edhe shten ta. Po, për shamull zakonisht, po vazhdo të Alban. Po, na po vazhdojnë atë shumë njësën sane, një vaj e këndonë së të dykon. Kutia duhet me pas shumë kujdes gjithmonë me qenë mbyllja e mbrendshme me qenë prej metalit dhe jo plastikës. Ta shkejt që kjo është qajo, që thamone qajo storja, që ti dush mi bo sanet, qka den, qka dohet me bo. Kryesisht në shpe përdorën vajnë e ullirit, tu pelojnë të shkaku qimik pak reklamimit. Po, edhe vajt ullirit kemi, Alban. A kena edhe vajt ullirit ta? Ue, po super, se unë vim për salat vaj ulliri. Au, super. Ani që e paske këtë vajnë e mira. Na jemi shumë të shëndet shumë Alban. Po e di se familja jonë është ajo, është një emision që e këshyr kitë familja, po. E këshyr kitë familja, është një emision që keni hinë në shpin e gjdo kujna, edhe me bo. Tash edhe një storje është që, deshta me thonë fillim, po stash, unë e kom një kecele. Po? Po, atë kecele përdori veç në shpe, kur që nuk e marrë kërkojnë. Edhe na kemi kecelen? E di që e keni kecelen, po sot deshta me punu pa kecele për shkak që jena në televizion, nuk është kuzhinë, nuk është këtu kena me ushqy restoranë dhe jënë klientat që do të me ditë ato. Na po gatuim kushte normale si njerëz që gatuin shtëpiat veta. Po, as dorzat Sivnova për 2 arsye, sepse kolegët e dinë çfarë pas të pije ka kolega i tyne. Abden, që tu do më thonë e kena gri salatën, e kena gri qepën e re, e kena bo qepën e re, domatën, e kena gri dhe këta. Tash, çka na vynë, nëse dikush nuk i ka qef këtë qepët e reja, do më thonë këtë pjesën e bardhë, kryesisht unë e ja ullo ana shumë pjatë për me mujtë me nëgjy në krypë dhe me hangre. Me të kënosh krejt. E ka dikush krejt. Po sot, njënën pjesë, po pja qesë. Jo krejt, po tjetërën që mi me lonatën, se zakonisht kur i kiti do musafer, edhe i kitë të njafshëm, ja u din edhe teket, edhe hajet, edhe unin, edhe i pregadit. Unë nuk pritoj nëse kam musafer, edhe më thëtë që vëlla mu që kjo smakona, unë për të qona bona bëj ekstra diçka tjetër. Për shembull, unë e di se sa e vlefshme dhe shëndetshme është hudra, po unë nuk e ha. Po. Edhe Lena ka pas shumë kujdes që njënin pjatë me bë gjithë për mu pa hudër. Është më bën shumë keq. Ashtu që kjo vaja është... Po, është vaj ulliri dhe kjo është sprej. Po se unë shumë kom qef, do me thonë, që të sprejnë për me... To janë inovacionet e Lenës. Po, qëre, apeshet, do me thonë, Lenja për ushqim e denë, se qëre kjo, saksisht e gjunë dyqysh mrena, e dinë kështë, kjo s'ka të rezi pak a shumë. Po. A pëtani me rrug të ravoja, kështë se fort është e mirë, kështë për skenë, që ta largë edhe sta pak receptin, qëre. Nuk u djek vaje, që pësh heqë, Alban. Që pësh se nështë edhe pluqa, o mësu me të lenës ma të leta. A të lëshojnë, maksimum? A të lëshojnë a që ato që janë nështë edhe për kamerë është ma okej. Okej, pa problem. Që pëllojnë a që atë,
I qesëm, qajnë është ta bëmë. Qëtë e ki, bravo. Po, që aty e pash kësh.